përgjigja juaj ndaj motrës së kandidates së Partisë Socialiste, ku akuzoni drejt për drejt jush, dhe pyetja tjetër është kush është Jason Seferaj dhe Irian Gjoka që janë nxjerrë në kërkim nga ana e policisë, cili është roli i tyre në problematikë? Ja, prit, ta marroj në lidhje me këtë. E para, deklarata e zotit Pacaj është një deklaratë emocionale, padyshim që njeriu që shkon për të kallëzuar dhe del përpara gazetarëve dhe dridhej për atë që kallëzonte, duket normale. E para, dhe i dyta i bëj thirrje zotit Pacajve dhe gjithë Pacajve të tjerë që fshihen pas tij, se zoti Pacaj është një manikin që ka dalë atje për nxjerr dhe për dhënë urdhrat e padronit vet, jeni të sigurt. Të i bëj një thirrje që të ruaj qetësinë, të fusë njerëzit në zonat e tyre dhe në qendrat e tyre elektorale, mos dalin natën në orën 1:30, sepse personat dhe ajo zonja që ka bërë një deklaratë në orën 1:30 të natës ka qenë në Bab, në Banesa, dhe në Banesë në orën 1:30 shkohet. O kur ke në smundje, hall familjar dhe normalisht duhet shkoj ambulanca, kur ke një konflikt dhe njoftohet policia, dhe kur ke një sherr i cili kërkohet që të neutralizohet. Fakti që nuk kanë qenë në shtabin elektoral apo në banesën ku pretendohet, është një gënjeshtër e pastër, e pa skrupull. Dhe unë i baj thirrje edhe zotit Roku, Andrejca si e ka, edhe motrës, dhe nuk ka intimidim të kandidatit, por janë familjar të cilët përdoren. Paradite bëhen takime me qytetarët, në darkë qohen gratë për të plotësu mandatin dhe për të shpërndar haraqin, dhe ne kemi informacion nga qytetarë të ndryshëm, na marrin. Kemi shansin që njerëzit sot në terren kanë krijuar besim. Dhe një nga pikat kryesore kur kam ardhur dhe kam kandidu ka qenë dy element. Problemi i intimidimit të njerëzve dhe shitblerja e votës.